Kam një pyetje të fundit për ty, Lisandri. Tani fal, se ti përgjigjem edhe asaj. Jo, se më bëre edhe një pyetje se si do menaxhohet pjesa. Unë nuk duhet se kam për natyrë të jem delirant, me thënë drejtën, dhe nuk dua të kalojnë egzagjerime. Por nuk besoj se është egzagjerim të thuash që nëse kjo protestë me forcën e saj, me mbështetjen e diasporës, me mbështetjen e ndërkombëtarëve, cila po është e paimagjinueshme, arrin të rrëzoj njeriu më të fuqishëm në këtë vend për këtyre 35 viteve, nuk besoj se ka problem të detyroj ata njerëz që janë në parlament që të votojnë për të mirën e këtij vendi, që të votojnë ligjet që i duhen këtij vendi, që të votojnë për një qeveri teknike që do të çojë këtë vend në të japi rrugën këtij vendi për demokratizim. Pra, ne kërkojmë pikat që ne kërkojmë nuk janë pika të rëna nga qielli, janë pikat më evidente dhe më bazike që i hapi rrugën demokratizimit të vendit. Kodi i ri zgjedhor, zhbërja e ndryshimeve kushtetuese 2008-s, e cila ka kthyer kryeministrin në mbret brenda partisë tij dhe në qeveri gjithashtu, këto nuk janë kërkesa absurda, por kërkesa që kërkojnë orientim politik. Këto janë kërkesa bazike për të kthyer demokracinë këtë vend. Kam një pyetje të fundit, Lisandri. Natyrisht që protesta ka një narrativ shumë të dallueshme, shumë kuptueshme. Ka 5 kërkesa të rëndësishme që fillojnë me rënien e kryeministrit dhe me qeverinë teknike për të realizuar zgjedhje të vërteta dhe mundësisht një ndryshim sistemi, për cilin jam absolutisht dakord. Dhe e mbështes plotësisht. Ka ardhur momenti të rithemelohet Republika. Në mënyrë absolute, dhe po nuk u tani, nuk do bëhet më kurrë. Pastaj do vazhdojë otomanizmi dhe kandunarllëku, domethënë përjetësisht, që është një rrezik shumë i madh. Tani, përse zotërinj këtë det njerëzish me dallgë, njerë të mëdha, njerë të vogla, njerë të mesme, po prap të mëdha kur të vi momenti i dur, pse nuk realizohet një referendum, se referendume e urrejnë referendumin këta, një referendum të shkruar, sepse është folur dhe jam plotësisht dakord, po karta kanta dhe e shkruar ka rëndësi. Ndoshta duhet bërë ato 5 pika, ti nënshkruaj çdo njeri që është trim aq sa duhet për të shkuar në shesh dhe për t'i shkruar dhe të grumbullohen atje 500.000, 600.000, nuk e di sa mund të bëhen, me qëllim që kjo të merret si të jetë një magna carta e ndryshimit të Shqipërisë, Lisandri, sepse fjalën e merera, ndërsa dokumenti i cili mund të shkojë pastaj në Bashkimin Evropian, në Departamentin e Shtetit, kudo qoftë që mund ta dërgoni xhanëm, të jetë i qartë çka kërkon ky popull eksaktësisht dhe çfarë duhet bërë. Ju ka shkuar juve ndërmend, a mund të realizohet kjo? Jo, tani, në formën si e kuptova si e shprehët ju, se ka dhe shumë zhurmë për të qenë sinqert dhe nuk jam i sigurt që e kam dëgjuar siç duhet, po formulimi i dokumenti që të dali nga sheshi për të shkuar dhe për të konfiguruar Shqipërinë e re që ne duam të ndërtojmë, unë mendoj se është çik i parakoshëm, sepse e para është teknikisht e vështirë që ti të bësh dakord. Këtu njerëzit janë me bindje politike, me kërkesa nga më të ndryshmet dhe nuk është qëllimi i kësaj proteste që gjithë njerëzit të unifikohen rreth diçkaje. 5 pika që ne kemi parashtruar janë një koncentrat i kërkesave të njerëzve dhe janë ato për cilët shumica dërmuese e këtij sheshi janë dakord. Po të hymë në konfigurimin se si e duam secili Shqipërinë e re, kjo pastaj është diçka shumë politike, të kërkon debat, kërkon dhe të marrësh votat, kërkon të votohet nga gjithë populli shqiptar. Nuk mund ta marrin mendimin në gjykimin tim askush për sot nëpërmjet këtij sheshi apo kudo që të jetë që thotë si ta konfigurojmë ne këtu. Jo, do ta konfigurojnë gjithë shqiptarët Shqipërinë e re. Qëllimi jon është tu tregojmë shqiptarëve se një Shqipëri e re është e mundur, që një Shqipëri e re ka nevojë të hapë rrugën për të ndërtuar, ka nevojë të hapet rruga e demokratizimit, të ndërtojmë, të shtrojmë shinat që të çojnë drejt demokratizimit, pastaj sigurisht rruga për të arritur demokracinë është shumë e gjatë. Ne nuk pretendojmë që vetëm me këtë protestë ne të arrijmë demokratizimin e vendit. Ne duam të shtrojmë shinat që kanë të nisë. Dhe po nisi, pastaj është shumë e vështirë të ndalohet, se është ajo si treni i nisur që nuk e ndalon dot më kurrë.